Selam aleikum hoxh, kur të ringjallet njeriu, a do të vdes prap? Allahu të ruajt. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Pasi të ringjallemi ditën e gjykimit, nuk ka më vdekje. Ose xhennet përjetësisht, ose njeriu dënohet në zjarr, përkohësisht më pas hyn xhennet, ose në zjarr përjetësisht. Zoti na rujt dhe na boft për xhennetlive. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula. Atje ata nuk do ta provojnë më vdekjen, përveç vdekjes së parë. Ndërsa në hadith tek Sahihu i Bukharit përmendet se thuhet pranë ditën e gjykimit: O banorët e xhennetit, përjetësi, nuk ka vdekje. O banorët e zjarrit, përjetësi, nuk ka vdekje. Prandaj, e lusim Zotin e gjithësisë që të na mundësoj të adhurojmë Allahun e lartësuar një të vetëm, të besojmë dhe të pasojmë profetin alayhis salam, të zbatojmë urdhrat e të madhit Zot, të jetojmë ashtu siç kënaqet Allahu i lartësuar, në mënyrë që të jetojmë këtë jetë lumtur e të fitojmë lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Lumturi e përjetshme, xheneti. Allahu na mundësoft. Amin.